Bota bimore dhe shtazore në Shqipëri. Faktorët indikojnë shumëllojshmërinë e botës së gjatë. Republika e Shqipërisë dallohet për diversitet të botës së gjatë dhe origjinalitet të botës së gjatë. Kemi disa nga shpendët dhe kafshët e rralla që gjenden në vendin tonë, si pelikani kaçorrel, përkjebulli ballkanik e të tjerë. Cilit faktorë kanë ndikuar në shumëllojshmërinë e botës së gjatë? Pozitiva geografike, përbërje gjeologjike, pra shënime, larmia e reliefit, klimës së hidrografisë dhe ndikimi i njerëzit. Bota bimore ndahet në disa breza bimor, të cilët lidhen me lartësinë mbi nivelin e detit. Brezi i parë është brezi i shkureve dhe pyjeve mesatare, nga 0 deri në 70 metra mbi nivelin e detit, ku gjendet Makja, Shqipliaku dhe halorët mesatarë. Brezi i dytë, ose kati i dytë, Dushkut, 700 deri në 1000 metra. Lisiput, Qari, Punga e të tjerë. I Ahut dhe halorët, 1000 deri në 1700 metra. Në pjesën veriore të vendit tonë gjendet Ahu, kurse në jug gjendet Pisha dhe Breti. Dhe kati më sipër, mbi 1700 metër, është kati i kullotave alpine, kemi bimësi varishtore. Ja ku kemi përsëri si breza apo si kate, brezi i shkureve dhe pyjeve mesatare deri në 70 metër, i dushqeve deri në 1000 metër, i ahut dhe halorëve deri në 1700 metër, dhe mbi 1700 metër kemi brezin e kullotave alpine. Bota shtatzore ndahet edhe në toksore dhe ujore. Toksore e brezit të shkureve dhe pyjeve mesatare, e territoreve shkëmbore, e pyjeve malore, e majave të maleve dhe e shpellave karstike. Pra ndryshon bota shtatzore, toksore e brezit të shkureve dhe pyjeve, e territoreve shkëmbore, e pyjeve malore, e majave të maleve dhe shpellave karstike nga njëra tjetër. Bota shtatzore ujore e ujrave të kripur, e ujrave të ëmbël, e ujrave të njelmët. E njelmët të thotë ujra të përzierë midis ujrave të ëmbël të lumejve dhe ujrave të kripur të detit. Kjo është bota shtatzore e lagunave bregdetare. Makja. Kemi një simbol të makjes, kemi maren në shikoqi maren. Shqopa, Athina, Gjineshtra, Shkoza, që hyn në grupin e Shqipliakut, që rrëzojnë gjethet. Pyjet halorë mesatar, mos harroni që pyjet halorë mesatar bëjnë pjesë në brezin e parë të bimësisë, pra brezin e shkureve dhe pyjeve mesatare. Lisiput, Punga. Bota shtatzore, toksore, kemi gjitarë si urithi, kemi lagun të Junakës, ujku, vepra, çakalli, ariu i murë, mace e egër, kaproni, lepur i egër, mace e egër, dhia e egër, deri i egër, shqiponja e të tjerë. Bota shtatzore ujore, peshqit, delfinët, vidrat, shpendët e të tjerë. Kemi një hartë me korridoret e shlejtimit të zojve në vendin tonë. Korridoret e shlejtimit, pra me këtë korridore gjenden përgjatë brigjeve detare, përsërisht sepse ato ndjekin shumë brigjet detare. Flamingron, pelikani kaçorrel, flamingo,